Sot Hidroregjoni Jugor në Prizren, siç bën të ditur zëdhënësia e kësaj kompanie Nderona Kurtaj, si çdo ditë, ekipet e kontrollit bashkë me policinë e Kosovës kanë dalur për të shkyqur të gjithë ata që nuk e paguajnë ujin e pjesë. Po kështu edhe ekipet e inspektoratit kanë identifikuar dhe evidentuar disa lidhje të paautorizuara në rrjetin e ujësjellësit, të cilët padyshim se sot shkyqen. Ajo me këtë rast tha se ne apelojmë tek të gjithë qytetarët që të respektojnë ligjin dhe të mos realizojnë kyqje të paautorizuara e njëherë të i paguajnë fakturat për ujin e harxuar. Sot, si çdo ditë tjetër, ekipa e kontrollës dhe policia e Kosovës kemi dalë në terren për aksionin për shkyqje për konsumatorët të cilët kanë obligime ndaj kompanisë Hidroregjoni. Ne me këtë aksion kemi vetëm një mesazh që uji është shërbim dhe pagesat është përgjegjësi. Ne me këtë aksion nuk duam të jemi kundër konsumatorëve, mirë po kërkojmë që të jemi sa më afër dhe të vendosim një rregull dhe një barazi për të gjithë konsumatorët. Hidroregjoni Jugor do të vazhdojë kontrollet intensive në të gjitha njësitet operative me qëllim të mbrojtjes së rrjetit të ujësjellësit dhe sigurimit të një shërbimi sa më cilësor për të gjithë konsumatorët, sepse uji është vetë jeta. Andaj edhe qytetarët duhet të jenë sa më të ndërgjegjshëm që uji të pijes të ketë mjaftueshëm në këto ditë të nxehta vere. Nuk mund të kërkohet një shërbim i drejtë, nuk mund të kërkohet një furnizim 24 orë nëse pagesat nuk kryhen me rregull. Ne si Hidroregjon apelojmë tek të gjithë konsumatorët të kryejnë pagesat ndaj Hidroregjonit në mënyrë që të kemi edhe furnizimin me të rregull. Sot jemi në lagjën Ortakoll dhe po shpresojmë që të mos kemi shkyqje, por të vazhdojmë me pagesat ashtu siç edhe duhet.